Vetëm pak kilometra larg kufirit shqiptar në territorin e shtetit të Malit të Zi, komuna e Tuzit ka ndërtuar një hapësirë të re moderne për fëmijët. Në bllokun e Dinoshës është inauguruar një kënd i ri lojrash i pasur edhe me ambiente sportive, i cili u krijon fëmijëve mundësi më të mira për lojë, argëtim dhe zhvillim të shëndetshëm fizik e social. Ky investim është pjesë e politikave të vazhdueshme të komunës së Tuzit për përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve, duke vendosur në qendër fëmijët dhe të rinjt si armja e komunitetit. Ndërkohë vetëm pak kilometra më tej në territorin e bashkisë Malësi e Madhe, realiteti është krejtësisht i kundërt. Në të gjithë territorin e kësaj bashkie, përfshir edhe kryeqendrën e saj, qytetin e Koplikut, nuk ekziston asnjë kënd lojrash për fëmijë, asnjë park publik, asnjë lulishtë apo hapësirë relativisht e dedikuar për ta. Prej 10 vitesh në krye të bashkisë Malësi e Madhe, kryetari Tonin Marinaj nuk ka realizuar asnjë projekt të tillë për fëmijët e qytetit dhe zonës. Fëmijët e Koplikut dhe të gjithë Malësisë së Madhe janë lënë pa alternativa për të kaluar kohën e lirë, duke pasur të vetmen mundësi rrugën apo kafenet e qytetit, ambiente që nuk janë as pak të përshtatshme për moshën e tyre. Kjo situatë ngre akuza të drejtpërdrejta për mungesë vullneti politik, neglizhencë institucionale dhe dështim në menaxhimin e fondeve publike. Fëmijët e Malësisë së Madhe po paguajnë çmimin e indiferencës së bashkisë dhe të kryetarit të saj, duke u rritur pa hapësira, pa kushte dhe pa vëmendje. Ky kontrast i fortë mes dy bashkive fqinjen ngre pikpyetje serioze mbi prioritetet e bashkisë Malësi e Madhe dhe mungesës së vëmendjes ndaj brezit të ri. Ndërsa komuna e Tuzit investon për të ardhmen, fëmijët e Malësisë së Madhe vijojnë të rriten pa asnjë hapësirë publike ku të luajnë dhe të zhvillohen.